Të ndëgjojmë kritikën e dytë, miq të dashur. Albolena Haxhiu, mbretëreshës të Kosovës, për opozitën. Nga në opozitë e dashur, po e them se janë shqiptar patjetër. Ne kemi mund ta bëjmë qeverinë, po ne nuk bëjmë pazare siç keni bërë ju. Me tendera, me ambasada, me listën serbe që jemi detyruar mi prit, me orë të tëra këtu në kuvend, vetëm për m'ia u dhënë votën për qeverinë. Ne s'jemi si ju, prandaj ne s'bëjmë ashtu. Shkojmë në zgjedhje dhe pastaj qytetarët e Republikës së Kosovës ju japin dëshkimin që ju e meritoni. A dëgjot miq të dashur. Ja pse nuk bashkëpunon VV-ja me listën serbe edhe me shumë parti tjera që nuk janë në vete, nuk janë në krye, sepse vetëm mendojnë me vjedh. I përshëndes miq të dashur.